Përshëndetje, sot në Amorfati, i ftuari ynë është dikush që ka qenë pjesë e historisë së këtij qyteti. Për shumë e shumë vite, një nga personat që ka bërë trende të ndryshme, dikur ai nuk ka qenë vetëm një mjeshtër i flokëve, por ai krijonte stil, ishte gjithmonë unik dhe bëhej një emër të cilin njerëzit e besonin. Por përtej kësaj, ai është edhe një familjar që një njeri me zemër të madhe, edhe të mirë, edhe dikush që unë e kam krenarin ta quaj një mik prej 10 vitësh e më shumë. Dhe jam shumë e lumtur që sot e kam në Amorfati Nagip Binçe. Oj. Nagip, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ona, faleminderit për ftesën, pse unë si mësu kështu me ty me fol, mësu tjetër që ishë, po vjen mirë që ko martët, e? Edhe unë kom emocione pak se si mësu të intervistu ty. Se s'është intervist, po kështu me bu një podcast. Kena më knash muhabet. Një muhabet të mirë. Mirë se ke ardhur një herë. Faleminderit. Çfarë ndihesh? Unë zakonisht mirë, si me dalë me pikoj me ty. Kështu mirë, e para herë. Se gjithë kam një farë emocione, një farë duhet që këtu mrena, po sot je mirë. Shtin mund i mirë. Po, ani mirë, po vjen mirë që ndihesh rehat. Kështu që nuk kena me pas diçka jashtë normales. Unë thjesht në Amorfati i mysafirët e mi vinë me një rrugtim tjetës, edhe mendoj që ka me kohën diçka shumë e bukur. Tash, unë po duhet me të kthy pak në kohë. Nagipi, si ka qenë, ose si e kujton familjen e tij? Unë s'po di e kom pas, një jetë mirë e kom pas përpara, po në një mu shkolla s'm ka shku kur. Keq, ato të kallëzoj drejt, e din krejt, s'dia e din krejt. Po kjo u kon ideja e babës tem, kur masi shkollë jo zanat përpara, edhe pse nonën e kom pas, e hallën e familjarën e kena së trashëgimi familjare. Po, unë e moshën 13 vjetë kom i zanat. Edhe moshën... Do më thonë zanatin e ke nis prej nanës? Prej nanës, po mandej, do më thonë prej moshës 13 vjetë kom nis, me nanën fillim, po nana e më konë për atë kohë. E minivallave. Edhe mas 2 vjetë më duhet që ashtu, unë e pa ta shku në Turqi një Izmir. Atje më ka që baba em, kur sa arrej ato e pa të marrë edhe bërqë, për me mësu në diçka ma mirë. Po, edhe që të mund ma ka po kime arrit njëtë edhe kom arrit. Ati kitu konë falë babës tema, edhe nonës tema, ja. Po, kështu një familje kom pas të mirë. Se kom pas kjede, si fëmijë pet moshës 13 vjeçare ti ke fillu me zanat? Po, gjithë të punujmë, kur edhe fëmijë të punujmë gjithë. A ki pa vetën që po të pëlqen? A ku diçka që të ka pëlqy në start? Fillim jo. Kjo u konë, masi veç u konë nona e krejti u konë, pak u konë si me zarë. Po, që sa vjetë i lutër jëmë tash, nëse u pjeka e mrana. Ta kanë, do me thëmë pak ta pas kanë imponu, po mirë që... Pak si imponimu konë, po. Ka pëlqy, ndoshta se s'kanë qenë edhe kushtet për para për... Ja. Qka me thonë, okej. Ja, kur sari kredi pa të marë për me shku atërë. Se kime shku, po... Mirë. Si pas mundësive, do me thonë. Po. Qëfar fëmije ka qenë Nagipi? A ke qenë i qetë, a ke qenë i gjallë, a rebel? Jo, i qetë, më konë gjatë. Më konë gjatë që është... S'po di, kur i thëmë dikuna që si umrej me kur me kërkon ki qytetin qërësire, si umrej kur. S'ke pas kohë se e konë të punu. Ose s'kom pas kohë gjatë. Ti e konë si fëmijë, pas ke qenë i angazhum. Kjo edhe është diçka e mirë, kur prindet e angazhojnë fëmijët. Po. është rezultat pozitiv, menoj. Po nashta në kanë rritë ashtu ala, nuk në kanë rritë në atë pjesë, jo që dush mja këthy ato, e ti që gjitha ka i, thuj bje dita, thuj minunama, gjitha kena pas. Nashta ajo u kom pak nalu, Po. Respekt njerëzve. Do me thonë, një ngreje veshit në shtarë. Ato gjithë, zylypin. Zylypin që me usilë mirë, po nuk u konë ndoshta kështu në atë mënyrën e keqe. Ja. Po jo mi lumëtës që im kanë rriqë ashtu edhe, se dhe mja mi që ditën që është babësiri, si pëllo me këkanë, që më pëllo kërkanë. I konë fëmi patësor. Po, i qeti. Cili person i familjes tonë dhe kanë diku mas shumë të Nagipi? Baba. Okej. Prej familjerisë do me thonë gjithmonë e pas? Po, gjithë e kom pas, po edhe nonën, faktikisht. Po baba e më konë gjithmonë ai Nagip dur to. Kanë janë më vejke s'pon përqen, kjo s'pon përqen, më vejke bajat. Aja më ka bu faktikisht bajat, për më mënu edhe njerë më mirë me bu. Unë deshta me të pytë kur ke fillu mas pari dashnin për flok, ama tash pe kuptoj që ke fillu prej babës tënë. Prej babës, po. Prej nanës, po.
edhe në cilën mosh veç e kuptuam, po kur ja fillove me e pa që për një me është diçka që ti e sheh veten në të ardhmen me vazhdu këtë profesion. A ka pas një moment kur ti ke thonë ju s'po m'pëlqen pelu? Po. Shpesh. Moshën e re? Moshën e po. Ajo kohën faktikisht 18 vjetë unë kom startu me punë të madhe. Okej. Moshat nuk e di as që është faca po vërtet as ku që s'kom pas kohë me menu. Okej, do me thonë ti s'ke pas as adoleshencë? Ja, s'kom pas ato definitivisht, po mosha u konë 23-4 kur. Ani kur mërzitesh. Ani se në stop jem punë. Po, ti e ke... Ani të gërditet ashtu ka njerë, po ajo një fazë dhe po kalon mësa një apëtin. Edhe falë klientave të mi që ma kam besu punë dhe kur s'm kanë ngucë shumë apëtin. Kanë orë prape. Ani ajo vjen mirë për klientave të mi apëtin që... Kanë kriju besim? Po. Po gjitha jo kohë të punu? Që është shumë gjatë. Une që akum patë njerëzit edhe që dëgjoj gjithmonë që Nagipi është një person shumë i mirë, edhe që njerëzit për një me kanë shumë besim të te, i besojnë flokët e veta në dur të tua, se je një mjeshtër i vërtet, muj me thonë flokë, e di edhe une se shumë shpesh, kur kom shku mas parit e Nagipi, ka qenë para 2-13 vjetë, muj me thonë, kur i kom pasë në flokët e kuqate. Edhe në momentin e parë që jemi taku, e kena pas një vibe qashtë mirë, sa që prej qatë herë, na kemi pas shushnin ti për të shëndosh. Edhe sot e asaj dite, unë e Nagipit i thonë vlla, edhe është një mik familjar i juni. Kështu që, cila ka qenë, le të themi, vipi i parë, që ja ke prej flokët ti. Që ja ku bo flokët, Adelina Ismaili. Adelina. Okej, Adelina përshëndesim. Adelina përshëndes shumë, ajo ka një pikje shumë e nga të familjes temë është, edhe punona shumë gjatë bashkë edhe kur ta prezantoj unë Adelinën i thomë që është njeri jam, sikur për ty apëtin. Ona, Adelina, këta njerëz të mi edhe faktikisht nuk lu as me folë kur gjë për ta, ama heq. Nuk i len hapësirë se me Adelinën nuk bo mo që gati në ashta 44 apo bon që ja për flokët. Është kogja një farë stajë i madhe këmë ta. E qëfar kliente është Adelina? Adelina është e mirë është. Është e mirë se unë shumë unë edhe klientave të mija lezoj truni shumë. Muna mi ble. Jeni farë psikologu? Fiks, po Adelina i ka të fiks ideja, ma përna kip që shto po du, unë nuk e kthej. Në diçka tjetër? Jo, ose ja bëj gjithë, Adelin mire ki. Edhe për me, ajo e din që ka ta, e din. Edhe për 10 minuta ja bëj flok, 15 edhe nuk e zgati ma shumë se e di fiks ka lypë. Edhe klienti kur e din që adon është ma letë edhe për... Jo, ajo shumë letë për mua, përdin se unë e muna mi propozu, po s'to me thonë që shia e më është e mirë, apëtin. E që shë kujtën kohën atëherë me Adelinën, me sot? O, zot jam, ajo për para u kona i vaks shumë, s'kina shku në për koncerte, në për gjerime shumë. Është një farë nostalgjie, kur të mbjen men, zakonisht kur t'i këqyri YouTube, kur t'i këqyri gjerimet, kongë të sajna, mbjen men kanë e thëmë, o, Nagip, sa vjetë shkuna për ten. A kena një moment që mundesh me nga tërgu që u konë diçka ma e fështirë ose ma interesant me Adelinën? Në atë kohë? Në atë kohë. Po atja ona nuk e di, qëka nuk kom pa se unë jam një tip që nuk e di interesant jam ka njere. Unë, kur është e përgjirime në përsene, unë veç që ja bëj flokët dhe largona. Ati nuk kom qef, e ke pa dhe vetë, nuk jam fort me hi... Mi imponu dikuna. Mi imponu, po hatri Adelinës mu tepër më kanë respektu njës, po të kalë drejt. Edhe ja di për ne shumë në Adelinës se edhe thëmë gjithë, Adelina është Nagipin e njojnë. Se Adelinën faktikisht familjar në një fëme... Adelin jena mish... Po, familjes. Familjes, po. Do me thonë, Adelina pas ka lujt një rol shumë të rëndësishëm në karrierën. Shumë si haroj kur. Sa mirë që e përmen, edhe si harën kur. Ja, kur e shmjet eq. Unë e kom pa raportin e Adelinës me Nagipin për një me, ka një raport shumë të mirë. Shumë mirë, po. Po edhe unë e ta shem në atë grupë. Ti je gjithë, po në të thëmë ty, se unë po të kazoj, unë lokon e ri që kom qirë, në ashtam kësha vetë, apo... Po të kësha vetë, po, hajtë, okej. Edhe, po jo, po du me përmenë se unë fotografit e Adelinës edhe tuat,
Edhe i kom thonë njerëzve të mi, për të mi ashtë, që i du që ata njerëz edhe kërkon tjetër eq. Po, Nagipi i ka fotot të mijat edhe ta Adelinës në lokal. Edhe kur më ka pyet mas pari, ke shumë dirë për mu normal, aden kur më thot dikur se mi pas fotografitë e tua, e kështu që të faleminderit që i ke qitë fotot e mia. Jo, me zemër i kom qitë atë fotografia. E ndi shumë për respektin. Edhe kur të rëshetë ta bojmë, qëra dhe ina. Full dashni. Po, full dashni. Okej, mas i durim të lokali. Po. Pas sa kohë e hape këtë lokalin e ri? Mas sa kohë, unë e faktikisht të edhin, kom punu gati i 4 lokal që përqeli. Lokalin e parë kom punu të baba jam, shpe. Mandej kina dalë një vend tjetër, ku pa të arti që atë kohë. Po, ku të kom përcilë gjithë. Mandej kina të qelë me një qikë, s'pja për menë janë, se sëm shkru në korë. Jo, s'ka një qashtë është. E vërtet. Edhe, mandej kom dalë të, prapë ju më këthy dugoj të baba jam, po për fatë, unë edhe shumë i besoj Zotit edhe thamë, adin Zotit dirë me të dritu rrugët, ka kime shkute. Edhe që ato momente mu babi jam më patë mu, s'po du me qitë ato se më kohët me njerë, po... Nese, ata jo dolin pak ma bunë, po muj me thonë që ndështë arsyeja pse Nagipi që ato vitet, këto vitet e fundit, nështë që se ki hap lokalin, që ki hap tash, kanë qenë edhe prindërit e tu. Po, prindë. Sepse i ke pas në një gjendje... Po, tromba e gje. Tre po... Shëndetësore. Po, veç, deshti fati u ktheva aty edhe i nejtëm gati me motrën ma i nuri shumë. Adin, po thëmë, përsa thëmë gjithmonë, Zotit dirë me të drejtu rrugët, ka kime shku të adin. Se njëri me nënë, po kotë me nënë, apëtin. Prapë se prapë. Sa ka qenë vështirë që kjo koha që Nagipi është kujdes për prindërit e vetë? Në qatë ku shumë vështirë e di që edhe unë jem kohën prezente dhe e di që sarë që të kom thirë, ti je kohën jam të baba, jam të nuna, edhe kom mirë kuptu gjithmonë. Po, sa ka qenë vështirë me e mbjetu qatë kohë, me mbjetu Nagipi si fëmi i aty në dy prindve, si baba i fëmijëve tu, si një businessman, si një bashkëshort. Qysh mbjetohet qatë kohë? Veç nëse donë ti, e ka lënë këto edhe i jadel. Veç nëse donë ti i jadel, besam. Se shumica thojnë, nuk kom kohë për këto, nuk kom kohë për këto, nuk kom kohë për këto. Unë e kom pas kohë me motrën të Majnurin, për gjithë shka kina pas. E din edhe t'jabë dhe. Po, e din. E pëshimet të Majnurin. Po, nana jam, ramet i pas shpiti 10 vjetë. Ajo në shtratu kohën edhe u kohën, e ki po edhe vetë kjallë. Sero, ja ki puzdorën. Po, e vërtet. Edhe, po, s'ko menu as për punas, për kërgjë, qiq kori, qiq. Mos më mërzit edhe mu tash. Edhe, thëm njeri, nëse veç dënë, mund të mja dollë krejta, për dhe atër. Haj me detaj, që nga bojnë. Na falni. Jo mërë s'ka lidhe këto emocione reale. Edhe nështë që dhuni i kum pas shumë afër edhe i kum po, e di që ki përjetu edhe pendjej me ty, kështu që është këtë normale, po që ti ja ke dollë. Edhe sot, hi këto ku je, me këtë që ato mundin që e ki bu, edhe Zotin gjithmonë, ta më shenë një ide, po ta qelë tjetërën. E qëfar raporte ki ti me Zotin? Unë i kam raporte shumë mirë se i besoj shumë i besoj. Edhe, kone fundit kom thonë që, so i kom pas prind, i kom thonë edhe Ajnurit, më të stamë kom thonë që Zoti është i madhë, edhe kom në një mua për ten. Po. Edhe une e kujtoj që atë kohës që edhe kur ku marrë dhe në dyqan të ti, aty ko ke pas te babajt, që atë kohë e ki bo sa me i najt ofër ma shumë prindve tu, se sa që këta është me punu.
Edhe u konë një kohë shumë e vështirë, po gjithmonë kur i marrë të ti e konë i hareshëm. Gjithmonë e ki pas qatë pozitivitet, që ti të një këtë njëtën, edhe është një virtyt nështë që ta vlerësoj shumë. Po. Edhe... Ona mund është me ja dalë krejt, se u fila pak të më falë. Se nonën, u patë mësu të qysh me nonën të më, dhe vjetë motra me ndroj ke ato krejt, e ka këshirë motra me shumë ajnuri, shumë. I kom thonë edhe ajnuri nëse zbon kur gjë mirë ti bëllë nonën që ke këshirë, ja ki dola, ja dul. Po, ma dhe mu smu edhe babi edhe, po nuk kom interesoj ke puna eq. A është pak si depresion që ke. Vike vdoja, vike... Na kemi të këtë tisë jemi, që që ki ti punë me mu, të që reprend këta, a bëden? Po, njëri që ato momente nuk përmenoj ke vetën, ama heq. Unë se kom menu heq, vetën, ama as pak heq, as punë, së më ka interesu heq, së më ka interesu puna. Po, në fond të në thamë, u ratu më plesë, a bëden edhe me motrën tem Londrë, vloja më Holland, ja dole ma, bëden se u ratun, që shkina pas qef na. A din se, ditë sotit, kër ti thëmë të tove, për shembull, ma bojnë, më ka lodhë prindi, mu së më i kry që ka mu e fjallë eqë. Ose një uni ma ka bo një ditë, tha, nona më tha ka hecë, qa që me të në kryja e fjallë, nuk e ki idin, që shmë vla po thu, heci. A përdin? E mi a kazu që one, që kom nejtë as puna, as kur gjë eqë, mu halo më katë për prindë e mi edhe pse është, nështë ta pak, besëm halo, po nështë ta është gjëna, ka dhe njëzve tri që ka ndekë prindë, jenë ma të fort, po nësë jam i fort, heqëm shumë i ligjem, edhem. Shumë jam i ndishëm edhe halo më katë për prindë e mi, ose kur ti për shembull për babën e dikojna, nonën e dikojna, pëtën. Ja, dhe ndhimte. Ja, besëm që ja di shumë, edhe këtë vitëm këshërë një sarë gjallë, kur des më skaj, a pëtën. Po edhe kur për diska po të kaj, kja apet. E vërtet, po qa me po, jeta. Po kjo që e ki është diçka e mrekullueshme se mos me kajt për prindët tu atëherë. Jo. S'është në rregull, mos me ndi dhimbten. Ja, pek. Mos mi dorë sa e në gjallë, mos mi afru sa e në gjallë. Që kjo fenomen ditë sotit është tu praktiku shumë, që njerëzit nuk pjanin kujt për kërkan. Unë vlerësoj shumë këtë pjesë tonë, që e ndi shumë këtë pjesë është ti dush më një krenar. Edhe shqyqyr që kam pas fëmijë sigur ju, që e në kujdes për ta deri në momentin e fundit. Po, unë veç që kom edhe me ajnuri fori shpesh, edhe me vllahën tem, me motrën tem Londër, thona që e kena shpirtin rahat. A di shumë plesh na kanë shku, po mbrana jena shumë rahat. Nuk jena, pse s'ja kena bo këto, pse s'ja kena bo këto, shumë qetë jena bëden. Ta është veç mujna me shkullët pëse na merë madhi qasë. S'keni luan kur gjuhë mongu? Ja. Për shpirtin e të në? Ja. Përse që ata e në pache, edhe jam e sigur që jenë, edhe nështë e në të në pache tash. Nëse kështë pas mundësi me të folë edhe njëherë me mamin e me babin, që e kështë e thonë? 5 minuta. Relax. E kom thonë edhe një me një emision, që kur si kom falemderu babës, asë në si kur. Dhe me thonë? I kisha thonë veç, mja pull dur dhe me thonë që jo falemderu me zavër. Ani që ajo e shkon, po mund është edhe tash me falemderu, se ata jam e sigur që e në të në pa. Ona s'po di... Edhe jam e sigur që jenë të pa dhe të të një. Jo interesant, nuk po menoj që sa ishin gjallë, heq. Po se se menon që ka me shku. Heq. A dhe kështu që... Ose me pi një qaj me babën tem, shkum qitë, kom qitë gjygymin atë pumina qaja. Unë kom babin që thët gjithë kur qohet më ngjes. Ata qas një kafe. Po. Jo, po. Edhe ti i ki presë shumë të mira. O, zëtë. Si në me venu diçka që kështu që shikus të mirë, të lakë që ne, unë e me onë që të komu apet. Shto kaj me keshë. Po, vala peks. Ama njere, shqyqyrë që pe përmenim, për të mira, dhe spjarot,
Hajnë me detaj. Qëtash jena pak ma të qenë. Shumë. Ja, mirë. Po, këtu jenë emocione që shqyqyr që i kena halo. Po. Edhe shqyqyr që jemi njerëz normal, të ndjeshëm, që i përjetujem edhe i duhem familjarë tonë në këtë mënyrë. Unë përdo me kalu të një pjesë që Nagipi e ka pas edhe atë pjesë pak të vështirë, kur ti pate problem me zemër. Që shke që ajo për ju se dim kujtojt kur më ke thirë në telefon, ma ki bu krohu i majtë kam dhem, mu ka kuqit, e nuk e di që ka kom. Edhe thash, shko mërë të doktorit se ku me ditë. Po na që i bëjmë nga zgjokë, më ka thirë pak qëto. Po na gjithë e kena, po vëdhem këtu për një hapë, për një parastamol, gjithë. Parastamol e kena si bombon e kena. Por e kuptove... Kjo ke para pandemisë, po ati kur që jeni tip që po në stanin, del, po vëdhem kroj, po në madhe, po atë natë kom dollë me një artiste specifik, kush s'po duhe që pa mirë. Edhe kina pi pak ajo. Edhe nesër ka ka gjykës edhe kroj, po të thysha qarë kjo punë, lajt. Po ti nuk pinë, zakonisht? Nuk pi, po... Nuk pinë, po qatë natë ti e dalë kështu dhe shpak për qefi. Sa ki mujtë me pi 2 gota? 2 gota, po qatë arritën pi. Po, dhe. Edhe kontrolën, kom shku 4 vene, ma kam bo hajtë se kur gjë iqë. Edhe një spital kur gjë i famë shumë, këto ma kam bo s'ki kur gjë iqë, e ki në zonë keqë. Zakonisht të na kur të dhem kroj, thojnë, e ki në zonë keqë promoja. Po e vërtet. E promojnë me këtë promojnë, veç në Kosovë këna. E promojnë me vome për këtë anglisht, të zinë qarë promoja. Ata në fakt nuk kanë, ata i lojnë dyrë dritarit si gjenë sa. Po edhe promoja kom pas gjatë. Edhe mas të pa ta shku me një spital, aji ma ka bo një par analizi, nuk e di alo që farë është që ma ka bo titur shumë gjatë më shku në spital. Thash, pse tha ki pun me zemër? Jo bre. Edhe e ka thirë mjekom do njetën, korsaroj, tha, këtë hap këto, zdi që ka jap nërgu, dhe një spital, po kur kom shku në spital, 12 natës, ka një doktor që e një shumë mirë, po ne se s'po duas me një për me në emin eqë, edhe e ku pata vetë, tash, po tu nga shumë, tash se kësi rase une s'kom posë që ka me zemër, avdi kor. Thash, a dhem, stendja, qambonja, nuk disha prejta, kur Saraj njoni ma boni, tha, ti tha me hitha, po qysh del ta nuk dijet. Doktora? Doktor ma ka bo këta, po. Wow. Edhe, thashe, pse, ashtu atë, thash, kalzëm, tha, hen, po tha qysh del ta s'dijet, thash, okej, thash, nësë pëtu me iqë, thash, ti ndu me datës. E të një ta këna lutë, këna kem të lutë na hen se o të shajsh. E zgjidh, ta shti truni njëtë bre, të nëllë të komenu, kujna mi alonë thmi, të abanet, kujna ato adin procedur. S'po më kohë tash mirë, se kohë të marët. Edhe 7 mëngjesit, korsave që pja përmeni agron qerimi, doktori, i falemderuna me zemër. I vetëmi doktor, i vetëmi që ka marrë esna gep. Aden, qa po tutësh, 5 minuta punë. O, thësha doktor kalzëm, a dhem, tha esmëre, ona qa shpejt e ka kry punën, a di që kërë kom dalë për i salës shumë happy më konë. Edhe mu më ke thirë më doke për spitalit, qështu, thash, pse mos më ke kalëzu? Masi që e po operacion? Po, masi po, e me shta sikur, po, roj doktor, adin kër është doktor, po edhe psikologi. Më foli, se ki tragjike, 5 minuta punë, në kemë. Që shumë ndive, mësane? Jo, shumë mirë një, se u shtirova, po mas e më kapi pak si një depresioni pak. Mas aty, u të qa me dalë me jetës, u të qa me... Po, se jenë frikë të në punë, të thonë mos po më gjenë diqka. Së të qa me dalë me punu. Ja nisa me bo, korsare një shlatërë, zë qa me bo kadola, me bo shveta. Të mënu që gjithë shka të ndikon të. Ama doktor Agronin e kom thirë gati gjithë 2 ditë, ku o zodja, ymrin ako mongëra. Ma bëj kena ki puno emocionale dhe esë. E mandej ushtirova, të edhin edhe bazë edhe me ty, që shkëshin në përgërimi me jetë. Po, që kena jetë shumë, që atë ku pandemia, ku sa shumë kena jetë. Gati ka 12 kilometra kena jetë. E që aty janisa pak më shtiru, më qelë. A vëdhen se nuk është e letë.
Atë kujtohet kur na patën dorë ata qenë. Po, për krejt. Nagipi prapë se prapë u konë shumë motivues, edhe pse mas operacionet e krejt, po thjesht ti gjithmonë e ki pas qëtë energji. Që shqyqyr që e ki qëtë energji. Jo, e kam mund ta bot jetën. Po, nashta që jam ka mojt pak besam. Po, vërtet. Ama, ja te kalova edhe këto, po tash mirë më dinë, okej, me terapi, ajo të një dhe e mosekat, po. A ndikoj të fëmijet? Nagipi ka 2 djemë? Të djemë. A pat a thëshin diçka, qësh e përjetu në ta? Djemë, ju konë pak ma të vogël, po mu kërë ka kove gjykë si mu konë veç me djemë. Atin e pak, po më duhet zja ka në arru ajo, ta shojnë emisionet dhe një babë s'kina arru. Po une po, mu për marrë menja që edhe thmit e mi ju më bo ma të fort, pe i rasit tamë. Se si ka ro... Shumë djemë të mirë. Falemderita, po... Tash se di, po mënohëm natë, si të dhe prindë mënohet, mi rritë mire, mi shkollu mire... Edhe grunë do njëtën e ki shumë të mirë, ajo është një super njëri, që je shumë e fatë që e ki ofër, edhe ajo me ty. Falemderita. Qësh është Nagipi si baba? Nuk, tash këmovën do njëta, fort i lavdu. Ona të nditëm, po, do njëta, e tena ja. Edhe, une të nditëm një në punë. A ma shumë marrë do njëta me thmi, me shpi u marrë, une praktikisht s'kom pas kohë qash. Edhe të nditëm se kur të vetë dikosh për shembull, a ki qef thmit e tu mu kom frizera, kur s'kom qef, se si e shpe, ti e din. Si del më gjezë më rami, e ki një gjerim goje, e ki atje, s'munësh. A një të rëgëma një natë, një mbrëmje, kur këthet Nagipi prej punës, qëfar piktura ma një... Po, ato me të kalzu kështë shumë drejta. Po, qësh jeni që për shabë, jo, që për të kalzu i. Ta ditën jam dyqan, këthejna, ta shpithojnë studia, jo në dyqan, unë i thëmë me të vjetën dyqan. Edhe kur shkojmë banis, të njëta e ka gjithë me bleoja, ato. Gjithë e ka me kese, të shku të shpia, ta shtë të mitë e kanë të cilë dhomën të vetë. Ta shë në rritë ata i ka po, jo në rritë, 14 vjetë. 14, po, okej. Ta shë kanë atë fazën e pubertetit, edhe... A hi vetja në qefë. Po, vetja në qefë, sa dush, e kanë kushtet blima këto. E ta shë në kone fundit s'pja u prishi, se e kanë moshën. Ose probleme apatika, ose ne parfem, nuk i kanë diçka që lypin, po... Po, sa në elementare. Elementare lypin. Janë të nevojshme. Ose e kena në e herë që ju përqet ai serial, që mujna me këshyt katët i bashkë, shtrijem në për kavuqa, ka një qaj dhe këshyrim. Po ajo rollë, tash po duhet se ka atë fazën e vetë. Po, tash me sani me... Me sani, po, me qëto, me telefonave kejtë. Po, do me thëmë lidheni në shpe bashkë. Po, si lose dal, unë e kam edhe një që njerë mujtë, kam qenë me do me vongën drek jashtë, jo në shpe. Parem njerë mujtë, abden. Po, bashkë. Adin se bashkë edhe thmit, abden se s'pojna kur bashkë. Ose laj djele, me vongër me njës bashkë, drek me vongër bashkë. Adin s'kam kohë të adin punë jam. Fmit, a din qëfar Babe Stidler e kam pas në kurat e kalume? Se ti luftë dhe për stilin shumë cool që e ke pas. Që ke po trende, shumë të mira. Po dhe që është se kanë ditë, faktikisht për qështë ja trekoj fotografitë dhe me ma bojnë babë, ose a qështu i vesh, a qështu i ki boja bëj po, se nuk i duket interesant, se une kom dru pak, normale e pak në shtada mosha, po, edhe nuk kom dru shumë. Adis, që kjo jam? Se kësmiti mi, kur s'ma kam bo për shabëll, pse ki tatu në kra? Ose pse ki vadh? Së ka thonë kurës, pse ki vesh to, se nashta e kom su synin, me më po gjithë ditë. Po, një mësu me ty dhe e kam po që kush jem. Po, se nashta njerën pa ndollë, market, një thmi i vogër, ma vanë, që ki djali me vadh, abden. Po thmiti mi këqëshën edhe... Si ka po përshtypje? Si u bo se... Apo kanë ata kërkesat tilla, me tatuja, me vadh, ose nëse të thuajnë që ka ju thu? Njerë jo, se edhe do njeta pak i ka angazhua edhe në sport, edhe s'kan kome me nuk iq për... E lirin e kam pak, jo me gjyshim që kom e boj. Sa që i dalë në shopping me ta, ymrin ma ojnë krejt, ose veç i lo me ndi që a dushun e dalë unë adika. Nagipi si bashkëshort, qësh është? Paj, menoj që jam i mirë, valla, se di. Menoj, se di. Nëse ka njerë ja ho ymrin.
shpirtin grus tem, po... Po, se shkon lidhje normale, nështë ta mos m'ja hungur ymrin ka pak një tjetërit. Po dhe edhe mu. Jo, kështu menoj që jam i mirë, kam një raport mirë ona me të njëtër, edhe qka, unë kur s'kom pas probleme. Nështë edhe pse ju më koni drejt, apo din edhe nëse ka njerë kom rajt, po që më po. Amo nështë ta në konë ranët bardha. Po, po ja, për normal është aja, po kështu i kom raportin shumë mirë, Donita mu shumë kuptan, tepër jashtë mose. Adin edhe... Donita është shpirt njeriu, kështu. Po, bre, qka nuk ma bën, pse na kim këto, pse këto, jo, apëtër. E tash që kom qenë biznisin e re, biznisin e ri, ja ka njës pak mu angazhu në biznis temi, pak, apëtër. Sa mirë. Po, se edhe po mja mirë, apëtër. Se me do letra, me do sene, me do adin, do ideja po mjep, na kim këto, edhe që okej. Ma mirë është me ngu grunë tonë e vlo, njerin tonë, apëtër. A di menaj? Ngo grunë se ti qëtë... Po, se ta dreqe. Ma mirë. Ta dreqe. Edhe zotit do nga shumë. Po. Kur ja plëtson grus këtë kushtet edhe ngënë. A ki po si grot, të një jetër i mysi grot, ka plesh një po fort e du, më kalon kja gruja. I do i grot. Do me thonë, ku është qelsi i një martesit të suksesshme? Qelsi, ka. Me ngu grunë. Pasha, zotit, beson që është mirë me ngu grunë, beson. A di pse nuk ta qëtë keq. Se qëra, në një, krejt që kjo, që po duhna, i postër, këtë është në kratë grus ta. Unë e këto s'puna mi majtë vetë. Ajo është pejdo njëtës. S'puna mi majtë vetë pëse s'din, as ki ku. Jo, nashta di, po nuk e di do njëta, i një moj shumë do njëtës në shpet, tepër. Edhe që të dishta me dorë, s'ka shumë? Jo, krejt edhe për gatim, edhe për pasrim, i një moj ka njerë, po... Anë që dojnë kur mi shpisë është gruja, vlo, do njëta është une, abden, ajo e ka krejt në dorë e ka. Okej. A dit edhe duhet mi ngu gratë, thëmë, duhet mi ngu, abden. Edhe duhet mi audit vlerën. Shumë. Të natë punjën të e bu. Se menoj që këto punë të shpisjen, ose për shambull që pëthu ti kjo pasërtia, po, kjo menoj që është diçka e letë. Jo, se kjo... Të ke funës ta ka me bërë. Jo, se ti pa martu po të qyrë nona. E vërtet, po ta që të bukën të shtratja, ku të dushte. Po martosh, njëjtë gruja, vëlloj, mos pret me ta pru të shtrati, gruja se e hanë. Dush mu bu pak i zoti vetës. Po, si burë që je. Po, une e lo do njëtën, po, adin edhe i një maj shumë, anas, adin nuk e lo shumë. Po, veç nuk je i një anshëm. Bravo, nuk du, falë që po shprejna, po nuk du me konsideru grunë pasru, se më falë. Që kja është? Jo, mirë, shqyqyre dhe do njëta është një gru që edhe punën vetë. Po. E ka punën e vetë, dhe është një gru inteligente, e pa në vorën, kështë që ti shqyqyre që ja kuptën botën asaj. Jo, se ka edhe ultime në për botë, në për Evropë, shkan me punë, me sene, po, okej, unë i kujtjes në për të djemë. Kur së është ajo? Se edhe vjerën të me kam gjithë ditë, që veti djemë të të biri. Sa mirë, e ki raportin mirë do me to me vjerën? Shumë, e kam të vandost ato. A mendon që duhet me jetu me vjeri, apo jo? Unë me jetu me vjeri. Ti, ose Donjeta? Jo. Jo, unë e 5 vjetë kom jetu me printe mi edhe kina dorë ma ndej banes, po kom jetu me printe mi se s'kom pas mundësi me blej banesën, po të ka të drejtë. Se s'kom lind me pare, pasanek. I ke bu vetë për fillimit? Po desa u bu banesa, desa por ato është... Adin, s'kom jetu në qira, kom jetu me prind, miro me jetu me prind, disa t'i ban, kushtet e dil vetë, bla, abden. Po, edhe vjere, prindë e mije, s'ka e njejt, abden, du të më mësu vetë me jetu. Adin se nuk mund është, që për shamë të talman, une nuk benoj normë lirin e që. Se e ka njëtën e vetë edhe nuk muna mi më shirë. Po të pakten, kur kam pas nevoj për ty, te e konë? Po, jo, pa ty, po. Ama, a ka qenë, qatë ka pengu nështë ta me jetu me... Me prind? Prindrit, atë ko, kur ata kanë qenë mirë, është fjalla. A di që është problemi? Problemi është, unë menaj, që ti me prind po jeton, po nuk po t'len me mendu as për rrim, as për roj, as me bli harës për shpe, as jetë të manë... S'po t'len me mendu për përgjësi. Kur gjejq. Ti faktikisht shkon të shpia drejka o gati, rrima e pagume, uj i pagume, faktikisht belesh për jetë amla. Jo, edhe du është pak edhe thmin... Me shtime pas përgjësi me punu vetë.
apo do martu, dinë vëlla banes tonë dhe u krye, atë zgra jetës tonë, asë qimin të sëra ki keq që gruna të mira, unë me asë spina. A den se shumica muhabeteve ditë sot kitë përbot, vjere, a e kështë donë vjerën, a e donë nonën, pa lidhe muhabet. Po, se nuk ka të bëj me dashni. Nuk ka heq, absolut. Po duhet milion thmit të lirë, vëlla, apo den. Nëse të vjen me pini kohë vjen, nëse të vjen që më botash. Jeta është. Se jem bo korat tjera, ndryshem. Me një rast, kom nejt me njonin, tha, nëse thmit e mi ta jetojnë jashtë, unë e tha, i pëshipe liste. Qash me rranë. Thash, pse nuk pëllen, thash, a i ondrën e vetë. Fëmiju me vendos vetë. Me vendos vetë. Se si thmi e ka një ondër, apo den, me jetu dikon jashtë, në Evropë, me bo që ato vetë. Po, na e kena pak që japim kena po gabim shumë i madhe. Shtu, edhe mos me eksperimentu pak me jetën. Po, a shumë gabim i madhe është. Gjithë kështë dur vëlla ondrën e vetë njeke. Po, vërtet çfarë shembull i mirë. Djem të tu. Po, jo, beso unë ato korë. Veç mos me harru, do me thonë, me i dosht familjarët, normal. Me një krejt që ka ta do në zemra, po të pakten mos me harru prej ka ke ardhë që familja jote, familja jote. Po, ana e sheh. A din se që dhe tje që ashtu, pëtër, e din të ka rritë baba e që ashtu. Nuk mund është me dalë. Jashtë kornizave që i rritë shpirë, është në era specifik fërë. Po, të na e marin që shuvesh, që kë nuk ka, kitë të na bazon pamje, nuk ka pamje, duhet shpirtin. Që shi rritë. Të ka rritë që ashtu prejtë, që ashtu kime metë. Edhe unë i rritë të mi që shumë rritë une. A din atë mënyrën, po, tash do sene i komik se jeto që shto. Po dhe ka ndryshu kora, tash normal që na duhet edhe mu adaptu pak me kohën. Jo, po, s'ka të. Okej, tash tim, po du me dojnë pak te biznesi. Qështu ka shkën që tash kohë të fundit? Që tash ti, une lokalin e kom qërë sa bo që ti mujtë. Ko gja mirë. Ko gja mirë. Nuk i shasëm një qira gjia marit qironë. Mirë, kam shkëm puna. Jo. Lokalin e rije ke hapë. Po. Mirë, ko gja kom do sene tre, kom shi që s'kom punu kërë për para. Po, përshë që është koha që ashtu. Po, edhe energjinë e ki shumë pozitive. Po, që, po. Shumë mirë lokalin e ki shumë që mirë. Po, farim djeta, ato e kom po me qef, e kom mush lule, e ki po vesh lule, lule u ka vlej. Po, ta që në mushë me lule, po. T'jap dhe që shënë regjit mirë. Të shku të i lutë në për rrujsa male malirë. Po, pazor, edhe këtu kur erë dhe janë njësë me folë për lule, ta me gjithë një qështu. Po. Dura me mushë edhe një shtu pak. E kom një bashkëpuntore, e kom amon dhe i të mësë me ble lule, mu mos ble. Apo do më ju tërgu njerëzë se ku e ki bu lokalin, se atë videon që e kom qitu në TikTok, qatë shumë ka shku, sa që njerëz më kanë mënitu në vetë ku e ka lokalin. Unë s'po di më janë spjegu, po me nëjë di, po është histori e gjatë. Po, është, e di se mund ka shku i shumë, edhe është rrugat C, është. Fillim të rrugës C. Fillim rrugës C, i kom një dy dugoj qini, për s'ja përmeni jamnit. Te parkingu. Po, së më kalon pare, i thash, a më një pare ju përmeni, së më jepër. Nuk gënë go marketing for free. Jo, te rrugës C, në fillim të rrëthi që atë. Te rrëthi, në fillim të rrugës C. Po, e shoj një parking që aty është i madhë që aty jam, po. Edhe mjerë mirë, ona, shumë jam i knoqën, edhe koshit i kam shumë mirë. Po, anë shumë mirë se ka rëndësi rrethën në që e ki. Shumë. Kur e shikon në gjep jetën të ndë dhe karrierën, për çka krenu është mas shumë ti? Deri sot. Me karrierën tem? Kur e këqyrë këtë jetën tonë, kur e këthen kryt mrapa dhe shë këtë jetën tonë, edhe ose e menën jetën tonë, edhe karrierën tonë, për çka krenu është mas shumë ti? Ati që, në sti, alo se komenu që pjenë, pra në që fa pyqe interesant ma bëmone. A krenohesh për personin që je sot, a krenohesh për familjen tonë, a krenohesh për raportin që e ki pasur në prindët tu. Më në që ki shumë momentet mirë ati për më krenu. Jo, këto e kam me prind, me familje e kam, që të mos me do njetën, që e kom taku do njetën, me fatjem. Edhe tash që i kom thmit, se kanë që mjë, për me në kesh dhe është orbi liri, po, edhe, po, orbi liri e dina ta, edhe, besom që edhe me punën që edhe që jem njeri drejt, këto me vetën kërënua që jem njeri drejt, s'kom punu kur një tem me talavere. Adin, se shumica kam punu edhe punojnë, më stanin ty merja parët e se onë që ashtu nuk jam,
Se ka ndodhur, unë s'ja kom bërë dikun plot mirë, po kanë ardhur prap, ose ja kom kthy paret. Të unë s'ka ndodhur ajo, ami paret edhe atë, sa pëtër. Po. Po, ish mirë më konë shpirtnisht i pastër. Kujdesesh edhe për klientin, se Shumë. që me dali lumtur prej teje. Shumë, një punëtore ma ka bo një ditë, tha, bashkëpunëtore e parë. Ma ka bo, pse piluta me hongër bok, atër. Po thash unë i luti se kur 3 orë, 4 orë në lokal, duesh mja qitë një kafe, ose një so buk me jep. Se ka njës që rundë. Nuk kënë më ftjo që tha më jepune, po unë kom qef. Se ajo shpijem, shpitem dhe, unë gjithë e marë shpitem kanë ardhë. Edhe i pret mirë. Po. Sa mirë ki. Çfarë këshilla do japje njerëzve që po na dëgjojnë ose po na shikojnë për momentin? Këshillën e parë, për shembull që thonë ondra që i mendoni, kur mos thuni s'moj me arrit. Çaj njeri që mendon se përpara u kon që ky njeri po fantazoni që tina budallës, gjithë ka pasi si fjalë. Po, e vërtet. Çfarë ondra ki? Çfarë ondra pari kë veç menon edhe mua kanë bëjë më tani që penzona për vetit. Po njeri është mirë me menu. Edhe herë do kur dush me realizu që atësar. Se nëse qaj njeri s'menon, për vetit o thëmë, si e mirë t'ja pëtet. Dush me pak me menu, vëlla për talman. Ondra, po. Po, unë e desa punova, dukojt e baba jam. Interesant, mas që më dish nana, thësha që kësha qeni lokartë mirë. E ko menu, po t'ka zrejt. Po, që as 7 muj u boj e qela, pëtër. Pa menu, s'mush ku gjë me bo. Po, është kjo ligji atrakcione që thojnë, thuj dëshirat e tua me zo, edhe lutjo dhe zotit, të universit kejt, edhe thuj, mos e thuj qka e kisha bo, po thuj, unë e veç e bona, që me dhe që më kuptu, që ti veç e ki realizu, edhe tani vin pundi që është qelen dyrë, kur ti e ki energjin e vapër. Besëm që e vërtet është këtë qelen dyrë, është që ju ka zoha dhe parzit, e keqja vjen shumë shpejt, e mira vjen, ka po du të me pas dorim. E mira vjen ka ta. Sabri. Fiks sabër. Edhe një pyetje për fund, qysh kështë pas qef njerëzit me të kujtu ty? Nagibin që shukon gjithë. Jo Nagibin tash, që këtë përmenë, dikur Nagibi ka një ndihshëm. Nagibi zemër mirë, Nagibi punëtor, Nagibi familjar, Nagibi që kujdes për klientat e vetë, për parë të sove që mja më parë të ditë e mirë, Nagibi që ka pas stil gjithmonë, që ka po trende. Po, fiks është që kjo se unë im kohë të njëdhe që ashtu e kom qepe më kujtu të njëdhe që ashtu, ju më kohë në Shqipni me një vend, edhe pithot të njëtës, ke me një nej, me një darsëm, që po dhjede e po thot ta, ajo, që po të kalëzë i kështu ajo konë gruja e ambasadorit Shqipnisë. Tha, po tha Nagipi është frizer, kështu e njona po thot. Tha, po vjen shumë kesh, tha Nagipi, tha nuk ka frizer, po stilist është. A dhe tha, din. E që është ka ormi që, a im ka, më kujtojnë që ashtu apëten. Edhe të ka vlerësu. Po. Edhe një sen harova besnikin qokër e kom shumë dësë. Harova me për mena. Ata kom vlo. Të regona kënë ki prej estradës që e ki raportet pak ma mirë. Për fund. Bravo. Për fund. Me besnik qokën jam 24 orë. Ata kom si vlo. Ona ka boshin. Motra move. Jo motra mokin, motra move është Adelina. Po, Adelinën e kom. Ta 3 njerëz janë që Adin, nuk menoj, i vetvetja nuk menoj kur të foli eq, ama eq. Adin foli shtia është. Si që tash me mu që të në podcast. Edhe po që nga gjetë, edhe kesh edhe kaj. Kesh e kaj, pas që shtu kena, Nagipi ka njëherë më thirë në qaje, bënë bukë pogace shumë të mirë, e ka edhe në thirë në pasull, kështu që e kena një raport shumë të shëndosh. Nagip, une po të falenderoj shumë që ki sot me mu, për një me u knoqa, se të më pritë që sojëm të pritë për me orët këto, edhe ku më di që kena me pas një epizod të e për të mirë, une të përgëzoj për personin që je, zotit të rujt, e isha avis të mirat bjenë, se e meriton, se e ki zamën shumë të mirë. Falenderoj shumë. Tjetër ma shumë, s'po të lavdoj ma shumë se të do njeta shumë u lavdut. Ama është diçka mirë dhe më shumë e lumëtër që je mik i jamim. Faleminderit, zamër edhe une jëm shumë i lumëtër që të kom ty. Edhe me qep, shumë me qep kom marrë. Edhe i kom thonë vetit, kina më knoq ma vetë. E vërtet, falenderit shumë. Falenderit shumë. Me së dashur, ky ishte Amër Fati, ky ishte Nagipi në Amër Fati, edhe shpresoj që ju kemi japë veç dashnisët.